flasim pak për rengun që i bëri Jozi dhe Valbona Gerta Gixharit. Ha Joni. Largoj e fije Maja se kur afrohesh shoh aty, lënë se kam atë. Okej, bukur ti si. Bin drita. Na lën atë Jozit atë bukurinë e Jozit. Mas më afro se nuk du me pa tjetër për vetë Jozit kanë afër në fytyrë. Ai trupi është i jemi edhe hajde s'deshna mu futen Jozin që ngjan deri diku me mund, domethënë, ngjan. Atëherë Rengu mos quhet reng, e thon drejtën mu, personalisht nuk duhet në reng, reng, nuk duket reng për të vetëm arsye sepse mundesh me bën me gjithçka atë. Mundesh me thënë që s'kam vesh, mundesh me thënë që mos i tregoj kujt po jam me një sy. Edhe ai e han. Problemi është që Gerta e hangri që kanë kanë lidhur se nuk kanë gjë më me hangër, aty tregoj sekret. Problemi është që a ishte e besueshme apo jo, a është një i besueshëm Gerta apo jo. Kështu e lexoj. Dhe Gerta doli për mendimin tim doli që nuk ja tregoi asnjëri të banorit në shtëpi që ky është i lidhur, ka kanë i lidhur me Valbonën. Andaj se a e përdori demek që u di shumë gjana apo jo, ajo është një aftësi e një personi që e përdor mandej për arsyet e veta në raste specifike, për mendimin tim, por kur me i nxjerr fjalën, ajo tha edhe mram, i tha tanëve kush tregoi dikush i kam thënë që ka kanë lidhur me Jozin Valbona. Pra si mas të jetë, Gerta nuk e hangri. E hangri që i kanë lidhur. Por nuk nxorën gjën drita të dy, si më thon. Ky kjo lloj lojet për mendimin tim është e dobët kur mundesh me rreth për çdo gjë. Mundesh me rreth për çdo gjë, më thënë hangri. Pra kush është konkluzioni jot? Gerta hangri, por zorën nuk fituan gjë bona me. Argumentat e dobët ishin si nga Jozi, si nga Valbona. Jozi s'din gjë, ai di tre fjalë din me thënë. Ke dal një më pa besë që kam njoft në herë, si dinaj vetëm je ma keqja që i thot tanëve. Dhe Valbona, në krau tjetër, ma që marrë klipi, i thot, ja pra doli fytyra vërtet e Gerta Gixharit që s'ka lënë gjë pa thënë shtëpi. Dhe në fakt, si mas të jetë, nuk ka doli asnjë gjë. Nuk doli aty që s'ka lënë gjë pa i thënë Valbonës. Në fakt, si mas konkluzionit tanë, pra rengu ishte i dështuar sepse ato nuk nxorën gjë nga Gerta. Për mu nuk ka emrin rengjer, është një lloj lojet shumë fëminore, që me thanë, si me thanë ty, mos i thuj ku që kam dy vesh, kam me dal tipi me thanë, hangre. Mare, nxirr një konkluzion, leni fjalët e tepërta, nxirr një konkluzion, pra. Mane Jozi shton prapun me kam njëka dhe mas primit se si kanë diskutuar mu sharu Gerta me Jozin. Edhe Jozi tha, mirë ti si thekë kujt, po ja tha vllajt man dhom trafimit, se shkove e thën dhom trafimit. A kupton ti? Aja ka thënë kamera para 7 milionë shqiptarë pse ja tha dhom trafimit, tash më ja thon. Banorëve nuk do të bëja thënë, se dhom trafimit është si më ja thon kamera. Leni detajet, si përfundim. Po këto detaje janë argumenta Mario. Këto argumenta që japin me kuptu qa? Që për mu, Gerta doli një njeri i besueshëm, por aty jena një lojë dhe ajo do t'i përdorin si ku ka një lohatje vë, po jo me përmend. Në si moment. Pra, nuk ja rritën qëllimit Jozi me Valbonin. Për me gjerë një njeri që të hap fjallë të lasht e pa besë, nuk doli për këtë. Se Gerta i tu i shavi që unë nuk jam njeri që të gjerri jam e pa besë, nuk jam besnike. Ajo i qenë i saj linje edhe unë për i këtë jam të folë. Ma ne se ku dojnë me dalë ato, se ti i the unë di se që bandia është, kjo nuk të me thanë që i ke thanë që unë jam i lidhë me Jozin. Unë mundë me halë, unë mundë me provoku Për ty. Unë qofë se di diqka, ja halli si ka marrë veç diqka unë për ty, që me e gjerë vetë ajo. Unë për shembull, me kenë në loj, i thamë, e di unë diqka për ty, këtë, edhe me e ba me e gjerë ajo. Kjo është me kenë aftësi, po jo me e thanë ti ki kanë i lidhë me Jozin. Shumë e zoja. Jo. Të është ki, ata japon argumentin tem se si e ka pa unë? Po pa tjetër. Gerta ka ra palosje në një reng që është bë nga Jozi dhe Valbona, për mendimin tem. Sepse Jozi dhe Valbona e din që thashe themoset ideja që ato mund të kenë pas një histori me njëri tjetrin. Jo nga Gerta, po nga gjithë. Dhe ato e kanë përdorur këtë herë mas herët me të rejkë vëmendje, ato edhe mund të kenë pas ose jo punë atyne. Por këto që e kanë përdorur. Dhe me këtë rast, i është tek që këtyne dyve me ba një plan me i ba rreth Gertës, për me nxjerr diçka nga Gerta.
Qa është ajo gjë që kanë dashur ata me nxjerr nga Gerta si mas deklarimit tyre. E para që Gerta është e pabesueshme, pra nuk është e besës me i nda sekrete, si mas Jozit, dhe e dyta si mas Valbonës që Gerta shpif vazhdimisht edhe ban demek sikur i din ajo gjana. Pra, din i ka fakte sigurta që i din disa gjana edhe pse i din vetë ka informacione, pra lidhet me fakte. Dhe qa fitun këto dy dështi? Nga rrengu që Jozi i thot Gertës, neve kemi pas një histori me Valbonin para i vitit 2 vjetë zgati, thot, po mas ma ban muhabet me kënë se nuk e kam thënë me kënë se s'du edhe me i nërhyn këto gjana të shti. Pra Gerta e merr këtë informacion dhe një person që është i besnik nuk e përdor këtë informacion. Sepse edhe ta flasësh me dikë tjetër, e flet sepse ke interes me e fol. Jo sepse si e besnik, pra, sepse ti nuk je besnik në qoftë se ti një informacion delikat, sekret, e përdor në interesin tënd. Dhe Gerta e bëri këtë me Olen, duke i thënë Olës që ki kujdesat e bonen se diun që diçka kanë ata me Jozin e se tërse e para, e dyta, duke i thënë nëpërmjet të informacionit, duke i thënë bonës që të njofun se që jeti se unë njof këtu ty, unë njof të 2 vjetë e kusur, thët qyshtere të shëja, se di edhe jetën tonë dhe private se që keti fsheta këtu, po lenet e shti. Pra, prape përdori Gerta edhe me bonin informacionin e marrë nga Jozi. Dhe për mendimin tim, Gerta doli jo fidele. Pra, nuk i besohet gjë asaj sepse e përdor. E para, Jozi e nxorrit veten, atë që deshi me nxjerr nga rëngu. E dyta, bona thot që Gerta shpif dhe i flet sikur ka fakte disa gjana që ose si din mirë ose si din hiç. A kupton? Dhe ajo ja doli nëpërmjet informacionit dhe nga Jozi me ballafaqu Gertën që thot un kam dijeni për historina tuja që është gjoja i din qysh para 2 vitesh. Por në fakt ajo u referu informacionit që mori nga Jozi te dhoma e lavanderisë. Dhe ja pra thot Valbona, kështu është Gerta, kjo është fyra Gertës që merr një informacion këtu të rrem dhe e përdor sikur e din sigurt vetë me fakte. Pra shpif për mu, sepse ashtu ka nevojë me lujt nëpërmjet shpifjes. Dhe unë i nxorra fytyrën e vërtet Gertës që gjithmonë thot, sa herë që më ka thënë ndonjë gjë, e sa herë që më ka akuzuar për ndonjë gjë, ajo ka vepruar në të njëjtën mënyrë. Pra, edhe Valbona, për mendimin tim, ja doli me nxjerr në pa me arrit qëllimit nëpërmjet kurthit që i bani me Jozin. Kështu që, për mu, Gerta ka rënë palosje, 2 salto edhe me kry në kurthin e bërë nga Jozi dhe Valbona. Tu i shprehje në arbit, se ty të pëlqen shprehja në arbit, thuje. Arbri mandej i fut shprehjen sepse e lexon si gjithë njerëzit e tjerë, jo si fancat, si puna jote që je fan si Gertës. Jo, variantin tanë në arbit pëlqen e mandej, ty s'pëlqen arbi ose Jo, unë s'kam thënë herë si pëlqen arbri, s'pëlqen Neda. Unë s'kam thënë asnjënin prej këtyne. Unë kam thënë Neda e ka personale me Rozanin, po, dhe arbri është gjithmonë godet fiks si që lexon tonë njerëzia. Po pra, rrek. Din më shpreh mirë. Unë kam thënë, arbri din më shpreh mirë, Neda është e ka në kuj Rozanin, unë se kam inat Nedën apo. Neda në rregull. Kjo nuk është një lojë herë prej Jozit dhe Valbonës se ka filluar që ditën e parë, ato kanë diçka jashtë. E para nuk ka se kanë shpik ato një lojë, ato biles dojnë me mulu. Është shfaq qyshte kutia. Biles dojnë me mulu dhe me kundër dhe me kundër pra, dojnë me mulu mutin me ashtu. Po s'ka problem ajo, nuk është një gjë e keqe edhe ba me papas. Ashtu gjëra e keqe pra, po mos po se përmend sikur ka një gjë shumë shpifën ato, jo është gjë e keqe. Dojnë ku shpifën mor. Kush e tha shpifën mor? Lenet se dojnë me la mutin me shumë, ç'a me la, pse? Një atë lidhen s'po din si me tregu dhe me si po e bajmë lojë. Kot. I shtu marr pa bajnë, shumë bukur. Jo, e vërteta është duhet mu tregu e vërteta, jo me bajë sikur një herë kam thënë. S'du më me tregu të vërtetën. Është jeta jeme private. Ke Jozi e ka thënë edhe jashtë në intervistë ka thënë që pas ja nxori gazetare tha unë desha me lut me ty ma. Jozi lot me Jo, Jozi për kundrazi e vunin për buzjat e përqeshi tha. Unë ta thash edhe si sekret pse ma nxorre. Demek
e ku është ky fitimi që ka Jozi jashtë si i bashkëthënia me Lidhën? Për çfarë? Që ku jena unë e ti ty diskutu për te. Jozi ka dalë jashtë, marke. Qa lidhe ka e me Po, shtëpi? që ku jena unë e ti ty diskutu për atë. Ai ka hall me kap një vajzë tjetër, më lidhe ka me u përdor. Ate e din ti mërë, jema e din Jozi më vëlla, nuk e din ti. Me rëndësi. Po jam të fol për mendimin tim, atje të fol për mendimin e Jozit, më zoti. Fol për mendimin tam, më zoti. Po për mendimin tem, pra, a i vepron si ka qef, po ti thu, a i s'ka levërime e bo këtë punë. Ti të përfacu fjallë të Jozit, më zoti. Ti fol për mendimin Jo, mërë, jo, ti përfaqëso dikën, unë nuk përfaqësoj kërkën. Jozi, unë jam të thënë, Jozi, loja e Jozit me Valbonen nuk është një lojë, sepse ato kanë diçka të vërtet që nga dita që ka hi, ka thënë Gertës, unë si duket Jozi se mu më pëlqen. Madje ja ka tregu rastin që ka thënë Chelsea atë kutin e emergjencës për te, ka ne tanë kohën afër. Janë afër, po. Shumë bukur. Nështë se kanë pasit. Gerta, edhe ti se din pse. Po çam duhet me ditë, më kush duhet me tregu, mos bajnë si. Atëherë pse merr të mirë qenë sikur e kanë pas, pra. Strateg se nuk kanë nxjerr gjë. Jozi sot është. Po ja që Gertën e palosën. Jozi sot edhe mas darkës, një asaj që tha ti e mua po abesa, se s'din çfarë, është malati më i afërt i Gertës. Shet mran e des. Pra. Nuk ka problem, është puna atyne. A di për çfarë? Është puna atyne. Ja, a di për çfarë? Një që ai pa abesa dhe më ke dal më pa abesa në botë. Se ai më shumë e ka bë për bonën më, se ka bë për vetë, se s'ka ndaj gjë me Gertën. S'ka ndaj natë me Gertën. Unë jam të fol për Rengun o vlla. Unë jam të fol se çfarë personazhi është Jozi e çfarë personazhi Dabona. A doshin me nxjerr diçka më vlla nga Rengu më marrë. Edhe nxorrën për mendimin tim. A zbulove që Gerta është njeriu më i pabesë në botë. A zbulove. Po. Si mundesh me kanalati më i afërt i saj? Me një se pse është trap, ç'a më falun, ku diun, se është i trash. Ty prapë tham që çan nxori ai Jozi. Jo, ti e të thon se ti e të thon nuk e nxorrën. Unë jam të thënë nxorrën, më dhe punë tjetër ç'a bën atë. Jozi e ka kuptuar shumë mirë që nuk i ka dalë fjala nga Gerta më. Ti e lexon kështu pra. Pra ti e shef me telepati se ç'a ka kuptuar Jozi, dhe çfarë lidhje ka me bonën, e shef me telepati. Jozi biles përkundazi doli djen zot mas prime-it vazhdojmë se ka pas do dhi shumë të rëna prap, po i ka dalë zot. Atëherë janë, a bëjmë kështu? I thona shikuesve ton të shkruajnë koment. Jozi me Valbonin si ka dalë? Kanë dalë fitum apo ja te ky rreng? Për mendimin tim jo kanë dalë. Unë për mendimin tim unë them që kanë dalë fitum. Tash di publiku thonë on janë në tjetër, kaç. Po tjetër. Kaç ishte? Komente, subscribe, komente. Komente, subscribe çdo gjë. Hale, pafshim. Mirë pafshim.